Bashkim Rakaj, udhëheqësi i sektorit në drejtorinë e punës dhe mirëqenies sociale, tha se sot po i ndajmë 30 banesa për familjet të dëshmorëve e këtu ka dhe raste sociale, të cilat i kanë plotësuar kushtet për banim kolektiv. Derisa jemi në përfundim të punëve dhe tek 4 kullat, e cila po kështu do t'i ketë edhe 40 banesa tjera shtesë për familjet dëshmorësh dhe raste sociale. Kjo është banesa Lagja Petrov kulla 3, e cila ka filluar së ndërtuar në vitin 2016. Për shkak disa problemeve të ndryshme nuk kemi mujtë me realizu. Në vitin 2025 kemi fillu procedurat e finalizimit punimeve të brendshme. Kanë përfundu. Tani këtu brenda janë 30 familje përfituese, nga këto janë i pjesë familje dëshmore, disa raste sociale dhe disa familje të veteran të cilët kanë çështën e banimit. Komuna Prezrentit ka disa projekte të banimit social. Një ndërta është edhe banimi kolektiv, banimet me shumë njësi banesore. Komuna Prezrentit nuk ka qytetarë dhe nuk lënë qytetarë pas tre. Ka interes, nuk kemi shumë familje që nuk e kanë zgjidhur problemin e banimit, ato që se kanë zgjidhur problemin e banimit me subvencionim përmes qirave. Janë dhe disa projekte që janë të zhvillu kulla 4, aty janë 20 njësi banesore, dhe sa në fund vitit përfundon punimit, gjithashtu në bashkëpunim edhe me organizatën jo qeveritare Jetimet e Ballkanit, jemi në përfundim kemi fillu vetëm me ndërtu 50 shtëpi individuale për banim për raste sociale. Kurse bashkë me shoqatën Jetimat e Ballkanit kemi filluar dhe ndërtimin e 50 shtëpive të reja për këto kategori.